Mirë, rikthehemi live studio, flasim pikërisht për epokën e re që nis me Klodian Brau. Mesazhet e tij detemi ishin inkurajuese. Pas 3 viteve entuziaste, me një spektakël shumë të madh etj etj, përballë një mbështetje të verbër që opinioni publik i dha Spakut, sigurisht në fund të 3 viteve dumanet ka vend për reflektim. Reflektimi besoj nisi sot edhe tek shpallja e platformës nga zoti Brau dhe intervista e tij. Ervin, ajo që të më bëri mua përshtypje është ndryshimi i mënyrës se si zoti Brau e shikon. Pra zoti Brau ndoshta duke qenë magjistër, pra e kthen sot gjithçka duhet bazohet mbi prova, gjithçka duhet të jetë korrekte, duhet të ruajmë dhe të respektojmë delirinë e tjetrit, sepse 3 vite e dumanet, e disi ishin kthyer si 3 vitet e para entuziaste kur u vendos vari. Kur u vendos vari, thanë vari tani do zgjidhet diçka, do gjej çdo fallë etj etj. Mirë, po momenti është në fund fare është gjykatësi që e ka në dorë, arbitri. Por në momentin që arbitri shkon tek ekrani i varit, ja bënte kështu në 99% rasteve jepte drejt varit. Ndërkohë që normalisht gjykatësi, pra në këtë rast vari ishte Spaku, në këtë rast gjykatësi që duhet mbronte të dyja palët, shkon e kontrollon, po jo automatikisht jep drejt varit. Po se mund të jetë ndryshe. Se mund të jetë ndryshe. Puna është kur ngelet gabimi i fuqi dhe me var. Këto pra, kur ngelet, këtu është problemi pasi kur ti jep drejt varit, ndërkohë që vari duket qartë që ka dhënë një faull i cili nuk është. Mendoj që kjo është diçka pozitive. Një prokuror, jo vetëm i Spakut, por në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, duhet të çojë një çështje në gjyq kur ka prova te çdo dyshimi të arsyeshëm. Pra ka prova, është më mirë një çështje të pushohet kur s'ka prova, se sa të çohet e sforcuar. Ato që bëri Brukseli sot. Është çështje të sforcuar. Si tha, s'kam prova ata që ky krim ka ndodhur në Belgjik, por çfarë hetojnë në jashtëmeja, tha vazhdo gjeje ku është krimi. Kjo është neve këtë synojmë. Pra është një shprehje, thotë, jemi prokuror, thotë, duhet mendojmë si gjyqtar. Pra një prokuror që mendon si gjyqtar është prokuror profesionist. Pra nëse arrin të bëj analizën e provave, nuk është turp për një prokuror kur gabon, sepse mund ndodhe provat fillimisht krijohet bindja, por kur shef që ke gabuar të tërhiqesh është diçka pozitive. Edhe Klodi që ka vepruar, që bëri këtë deklaratë në rastin konkret, mendoj që është deklaratë e saktë. Sepse është më mirë të ndërhyjet në kohë për të ndërprerë gjendjen e palishme, se sa të vazhdojmë të ecim me gjendje të palishme me shpresë që do fitojmë neshin, thojza. Pra neve, kur e shohim diçka që shkon, prokuroria duhet të tërhiqet, nuk e provon akuzën, nuk është në diçka. Fati që në kod procedure penale, neni 388 është neni pafajësisë, kur prokurori shef që ka, sepse është pafajësia, se ka pafajësi, është mirë të tërhiqet në kohë, kur i panderi nuk ka faj të tërhiqet. Po jo neve të fillojme të ecim, të tjerim se si. Ta kthejmë çështje sedre. Ta kthejmë çështje sedre ose personale. Çështjet nuk ka personale. Madje po lexoja në media sot, prokurori Brau ka dhënë dorëheqjen nga 2 dosje, nga një çështje. Kjo është gjë pozitive, ne me çështjet s'kemi gjë personale. Kur një prokuror bëhet një kërkesë për përjashtim, Spaku ka prokuror tjerë. Edhe gjyqtar, sot kemi parë shpesh raste që prokurorët nuk zëvendësohen. Po të zëvendësohen ka prokuror tjerë, çështja nuk është personale. I panderin, nëse i krijohet bindja dhe është drejtësia, jo vetëm duhet të jepet, po dhe duhet duket. Ke raste që mund zëvendësohet prokurori. Nuk ke për shembull dhe rastin e zonjës Gjoka, e Irena Gjokës. Mirë është të zëvendësohet se ka gjyqtar tjerë. Të mos lihen njerëzit përplasin kokë në kokë. Ka kërkuar. Kjo është gjë pozitive. Pra edhe ky deklarim dhe dhënia dorëheqje, kur është për dorëheqje, pavarësisht nuk e paragjykoi prokurori, është kriju bindja që jam i anshëm, ka prokuror tjetër. Dhe kjo është diçka pozitive. Lidhe me masat e sigurimit. Jo vetëm Spak, por dhe në të gjithë sistemin e drejtësisë. Konstatohen, kemi thënë dhe stërthënë dhe duhet ta themi sepse njerëzit sot janë në burg, arrest në burg pa afat. Numri i personave të paraburgosur është më i madh se numri i personave të burgosur. Si rregull, një person kalon në të burgosur ose të dënuar me vendim formës prerë. Kjo do të themi që është shumë represive masat e sigurimit. Mund të procedohet edhe në masa tjera, jo vetëm arrest në burg. Qoftë Spakun, qoftë dhe prokuroritë e përgjithshme dhe gjykatat e përgjithshme, sepse masat e sigurimit caktohen nga gjykata dhe kërkohet nga prokurori. Duhet ndryshoj politika penale për arrestin në burg dhe për burgimin. Burgimi duhet jetë përjashtim. Pra, jepen alternativat të tjera personit që ka kryer, sepse qëllimi i dënimit është rehabilitimi dhe jo ndëshkimi i personit. Pra, ne jemi shumë larg. Pra duhet ngrit çanga, duhet rënë çangës fort që të gjithë magjistratët
të heqin dorë nga ekstremiteti, sepse janë 9 masa sigurimi. Pse zgjidhet vetëm arrestin Burg? Sepse ajo tregon shkallën e korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Në rast se do të masësh, domethënë të kesh një indikator si matet korrupsioni në sistemin gjyqësor dhe në prokurori, kjo matet vetëm me masat e arrestit. Po dhe arrest me Burg pa afat, aty brenda është korrupsioni. Ti e jep atë vetëm se do ta blesh. Do që o ti si prokuror, domethënë ta ketë frikën tënde, edhe ta bëj matrapazllëkun te ty dhe ti pastaj ja çon gjykatës arrest në shtëpi apo detyrim paraqitje, dhe po ja çove ti detyrim paraqitje, gjykata nuk e ngre dot më lart atë punë dhe mori funda e punë, more ti atë, domethënë çfarë të bleu ty ai, ose në të kundërtën ti ja jep si prokurori masën e arrestit me Burg pa afat, ati e shtrëngon fort veten gjykat, ja miraton dhe gjykata dhe pastaj nesër ti ke drejtën edhe të bësh propozim tjetër gjykatës që t'ja heqësh masën e sigurimit atia, ta lësh edhe pa masë sigurimi fare. Sikurse gjykata e jep arrestin me Burg pa afat, ja jep njerit e dy që i bën mësim, domethënë ata, pastaj të tjerëve që t'ja çon për arrest me Burg, ajo çon detyrim paraqitje, sepse e bleu ajo, ata që nuk e bëri me ty atë korrupsion, e bën me gjykatën dhe Kujtoni që luajnë prokurorët me gjykatën bashkë. Patjetër luajnë të dy dhe arrest. Kjo është këtë ne kemi pasur me drejtsinë e vjetër, ti thua që ndodh prap? Po prap po si jo, po fakti që i ke masat e sigurimit arrest me Burg pa afat, i ke në këtë nivel lidhet thjesht dhe vetëm me korrupsionin, me asnjë gjë tjetër. Po fakim me drejtësi të vjetër. Kjo është kryesorja. Kryesorja mund të jetë tek personat cilët ndoshta të hetuar ose të hetuar. Është edhe një lloj presioni që bëjnë mediat, është edhe një lloj presioni që bëjnë institucionet ndryshme, që policia i ndalon, ju i lironi, ose prokuroria e jep arrestin, gjykata i liron. Edhe kjo është një lloj frike që kanë ata. Po këto dyja janë, nuk ka tjetër arsye. Sepse ju e njihni më së miri këtë sistem tani. Problemi është që kjo ndoshta vlen tek ato persona që akuzohen ose hetohen, cilët nuk kanë asnjë emër të madh, asnjë dicitur të madhe. Drejt. Dhe nuk krijon atë efektin surprizë. Se ata janë kryesor, po ata janë shumica, themu që janë. Ata janë shumica. Po. Problemi është se shpesh biseda natyrshëm vete tek disa raste të cilat tani janë kthyer, janë bërë proverbiale. Në këto raste, unë mendoj që paraburgimi shpesh përdoret me atë inskenimin e riskut për të prishur provat e dëshmitarët e tjerë. Ato janë pjesë me hiq. Po, aty në këto raste, këto dosje shërbejnë si statistik dhe si, po themi, ajo fara e stuhis mediatike që krijohet rreth. Po, pikërisht. Do të thënë, mbahet gjallë ai që ne kemi quajtur gjyq popullor, vlojnë studiot e debatit nga lloje informacionet që më pas edhe infiltrohen dhe që është një nga problemet që doli edhe sot në diskutimin dhe të kandidatëve, dhe krijohet një situatë ku gjyqjet për këta persona, cilët janë në fazat fillestare proceduralisht të hetimit, i bëjnë mediat, i bëjnë dhe publiku. Tashmë kanë mbaruar. Po, i bëjnë mediat dhe publiku. Kjo është e keqja. Po, edhe kjo. Ta vazhdoj Sokol 2 minuta. Do thot, ideja është tu që ndodhemi, e kemi thënë këtu, kemi hyrë në mandatin e tretë të një krye prokurorit të strukturës. Në qoftë se i pari ishte mandat kolaudimi, hyri Covidin mes, u thanë dhe sot aty për zotin Krajë se pa dhe pyetje. Mandati i dytë ishte një mandat, do të quajmë thonjza revolucionar, pra goditje. Mandati i tretë do duhet ishte mandati i standardeve. Nëse flasim me to etapët e revolucionit francez është gjëri fiksa, ishte Jakobin. Është giotina. Tu jemi ke giotina.